Hajde, inshallah, hajrë. Banor, të gjithë në dhomën e ndajes. A mund në menaj në tavolina jo? Po. Vlovi madh, a muj me lexu për këtuit? Ai nuk thot ku ose jo. Ose mio, bia. Ose mio. Po dhe, po mund me mëna që tu, ai thot ku ose jo. Jo, e di, po merdi për qenë se të shumë troq, ta mama shumë si gjuhet. Kloz, Po si që të ndish. Veç leqin krejt me anën, letanin. Yeah. Thank you. No, can you close? Close. Bujrum. Bujrum. Okej. Banor, ju njoftojmë se kompania Ritello Kosova ju ka sjell një fshisë elektrike profesionale. Ritello Kosova ju dhuron këtë fshisë që kujdeset për shëndetin tuaj e certifikuar nga Bashkimi Evropian. Arditi, Alba dhe Shkurta mund të shkojnë në gaming room për t'ju njoftuar nga kompania se si përdoret pajisja. Suksese të gjithëve dhe ju pritet mbara. Na që rina me fshisa në përdur. Hajde, merre të rupin e hajde. A? Me dje këft, shkoj të ryshkë, që fare i ka funksionet. Lës që njëm që ardet. Oj, mëtër që, marun të fshina. Mëte për mjeti. Ka dolet për jesëm lës që njëm hongë. Vajmat. Për një vezëja, be. Kamëra. Sa i bën për një herë? Hajde, mëtër. Përshëndetje. Si, a je mirë? Ja, po. Zërë, Malba. A je mirë? A mu jerde? A je mirë? Përshëndetje. A je mirë? Na keni knash shpirtin me këtë durat. Si që rështë? A je mirë, Dasha? Mirë, falenderët. Mirë, falenderët. Mija tonë në rashë nëshë? Jo që shene? A je mirë? Qysh më kalane? Si po duke me mirë? Sinqeresht jeni të shkëllqyt gjithë. Shumë falenderët. Pa dalëm asionet jeni të shkëllqyt shumë. Falenderët shumë. Oje Ritello. Ritello, na jenë orë sot, do më thonë të jo, për mja usjell aparaturën Ritello. Ritello si aparaturë është një aparaturë shëndetësore, e certifikume dhe licensume prej shumë doktorve dhe prej Ministrive Shëndetësisë. Aparatura Ritello është për dezinfektimin edhe për inhalimin ambienteve të mbyllura, e sidomos në këtë racin që jeni jo total të më thonë të izoluar. 20 veta më i motër, gjithë kjo shpi. është për inhalimin dhe dezinfektimin ambienteve të mbyllura. Ritello si produkt, unë e tash vetëm përbëj hapjen e Ritellos, është shumë i lehtë më përdor, kështu që hap pas hapi, kam ju tregua dhe juve në detaje se çish përdoret aparatura. Mandena se cili që e përdor të shtëpia aparatin edhe juve që i tregoni në pika të shkurta çish përdoret. Super. Për ndryshe si aparatur është shumë e lehtë më përdor. A se keni me pash? Duket. Diçka shëndetësore. Se s'kemi pasë hirë. Ritello si aparatur e bën parandalimin në shumë smundjeve respiratore pjesës frymarrjes konkretisht, kundër alergjisë, bronhitit, alergjive të ndryshme, feks. Do me thonë, si aparatur, 2 vakte duhet me patjetër me lëshu të shtëpia, i mbulon 400 metra katror, nuk ka nevojë më në përdhoma, e vendosni dikun korridor, edhe për 15 minuta e bën inhalimin komplet ambientit brendshëm, po ndryshe vetëm derën e jashtit e mbani të mbyllur, okej? Që mu inhalu total ambienti i mbyllur, okej? Super. Po vazhdojnë për hapi aparaturën, edhe në pika shkuta, ju tregoj hap pas hapi. A ti mujnë ashtë të Vetëm pak që spriton. Super, perfekt. Tani me e kuptu pak përdorimin.
është shumë e lehtë, është shumë praktike mu përdor. Esenciale çka duhet me ditë ju është se aparatura është për pastrimin edhe dezinfektimin që është esenciale për juve për ambientet e mbyllura, okay? Mandena pastrimi profesional, domethënë gypi kësajna është me pastru në mënyrë profesionale ambientin e branshëm, okej? Po tash ju tregoj në hapa sapi krejt juve çish përdoret aparate. Ndryshoj profesionin nga kuzhinierën pastruese ta në shtëpi. Se për qarkullim gjapot kena nevoj me bo lëvizje. Fati ju është që e keni fatin për me pas aparaturën retail të shtëpia. E di çam përqes se këtë sistemin e ka shumë botë. Është shumë praktik. Pjesa është shumë praktik. Tash vetë se ju tregoj që pjesa përpara e kësaj është robotike. Kjo e vetë përpara. Vetë esti vetëm kimë ngrej brapa. Super. A me cilë dhe slop? Edhe përqes sistemi se duke që është e fort nga materiale që i kam përdor, nuk janë nga këta që mund të kryen kollaj, ose mund të prishën kollaj. Absolut. Duke që ka garanci gjallë. Ama mu ka diçka që blokon stop tankun. Jo, qëtash ju tregoj në detaje që është përdoret aparatura. Pra për përsërite është shumë e lehtë dhe shumë praktike. Keni mu knaqë të e përdor. Sa e ka garanci si produkt? Aparati janë i ka 10 vite garancian. E shef, duke. 5 vitet e para ka garancian edhe në rrym. 50 e tjera për çka do që përdoret aparatura. Do më thonë komplet një mbajtjen e aparaturës. Si kompani do më thonë i keni 8 vite garancian. Super. Okej? 8 vite garanci. Super produkt. Jo, e dashër, nuk është as pak e kushtueshme. E ka mundësinë se cili edhe luma ajo shtëpi edhe luma e familje që ka retailën të shtëpia, e sidomos për pjesën shëndetësore. Bleni retailo gram. Retailo Selin qendrore e kemi në Prishtinë. Te retailo Selin qendrore e kemi në Prishtinë, zyre në bazë, po normal që klientat munden me na gjetë në rrjetet sociale, në për Facebook, ose në Instagram te retailo.kosova, kështu që ju ftoj krejtëve, kushdo që jeni të interesuar, follow te retailo.kosova. A bëni edhe kështu blerje online apo duhet patjetër në dyqan? Jo. Mundem edhe blerje online, e juja është vetëm e na shënu të Retailo Kosova dhe mandena stafi administrata ju informon për çka dhe qoftë. Okej? Perfekt. E dashur, aparatura është shumë e lehtë dhe shumë praktike mu përdor. Çka duhet me ditë ju, domethënë pjesën esenciale, unë pe marr aparatin edhe pe vendosi kështu lart, që mos ta lo poshtë. E përdorim sustën për me largu prej vendit, që të sustën këto. E largon. Mandena qysh hapet aparatura, do me thonë është e gjitha me shigjeta, është shumë e lehtë, shumë praktike. Vëtë me, që? Veç i stil këtu, edhe mbushi me ujë këta. Sa mbushet kjo me ujë është, o deri te vija parë, o deri te vija e dytë. O 2 litra ose 2.5. Ma shumë nuk mundet më vesh. Për ndrysh aparatura është edhe digitale, rast që bot aparati pa pastru, këtu del në ekran clean separator. Pastroj e maqinë, do më thonë që të kalzan, po të njëjtën kohë nësë është dhe diçka në gjenjë rreziku që e keni mbushur me ujë, kjo veç mundet me dritë, ndale dhe derdhja ujën. Është digitale, tregon për gjithçka. Po dredhi është mbush me shumë se duhet. E ki mbush me shumë se duhet me ujë. Rast se ka nevojë për pastrim, shkruan këtu. Këtu del clean separator, pastroj e maqinë. Çka i bie me po pastrimin? Për shembull në këtë ambientin këtu ose këtu më largu fluin. Ka filter kjo? Po. Filteri kësaj nuk ndrohet për çfarë arsye na ja kena pru këtu. Çka do të qoftë, ta keni me shkundë. Feks. Super shumë. Vetëm e ndron ujin. Super. Ujin na kanë sjellni edhe këtu, ju e mbushni tash ose me ujë kësi ose me ujë të qeshmës, nuk prish punë. Kjo mbushet 2 deri në 2.5 litra. A duhet të jetë i destiluar uji ti patjetër? Nuk prish punë këtë, po me këtë rast që mos me super, dhe me thënë nuk është patjetër të jetë ujë ti kështu i blen, mundet edhe qeshme edhe po mos jetë i pastruar. Vetëm ta keni qartë deri te vija e parë ose deri te vija e dytë kryesorja. Aparati montohet këtu, kjo pjesa përpara, e monton edhe vetëm e kthen vendin e vet. Mandena për ta zhvendos, edhe pjesa e rrotave, si karroca e fëmijëve. Feks. Kjo është. Kjo çfarë? Po, pa problem. Opa. Tani, qa e lem poshtë? Okej. Falë se... Jo, absolut. Shqipe? Kjo e praktike. Moj shumë, shi si rretullohet? Shumë e lehtë, shumë praktike. Më lehtë se edhe karrocat e fëmijëve që nga madje. Direkte. Me vendos pak në përdorim? Kabla eksterna fix është 7 metra kabull. Perfekt. Kështu që kjo tregon edhe deri ku mundesh me tërheq. E vendosim këtu. Ta aplikojmë me këtë? Okej. Jo që vijë vonë aty edhe hec frish punë, për atje se i kom edhe vitaminat atje. Do me thonë aparatura shumë e lehtë, shumë praktike, mu përdor, si aparatur, ndezet e pjo pjesa këtu përpara, të kjo pulla këtu. E ka shajnë e minusit,
edhe plusit. Për volumin. I ka 4 shpejtësi. Shpejtësia 4 është kur do me pastru, okej? Okej. Shpejtësia e parë, e dyta dhe e treta vetëm për inhalim të ajrit. Për shembull, sot nuk keni nevojë me pastru, doni veç ajrin me inhalu, që është i domosdoshëm për juve, mjafton 1, 2, 3. Tri funksionet e para, po. Dhe kur kemi një pyetje me rëndësi, të lutem. Kur e kemi për inhalim, s'kemi nevojë të përdorim këta. Këto janë vetëm për pastrim profesional. Tani, inhalimi sa herë në ditë këshillohet që të bëhet? 2 vakte ka 15 minuta, 2 kohë, para dite edhe mbas dite. Okej, që ta aplikojmë 2 vakte. Edhe mëngjesin kur e bëjmë mëngjesin edhe darkën. Aparatura lëshohet këtu në mes, me ky butoni këto. Me plus ja rrit. Shpejtësia e parë. Po. E dyta. E treta. Edhe e katërta. Okej? Mashallah. Edhe këtu e ndaljes. Na keni bë. Hala nuk e ki pa shërbetin e zësfoj. Me aroma? Aparati janë përbët edhe për 4 vitaminave. Vitaminat janë përpunume për doktorve Gjerman, do më thonë edhe janë certifikume prej ZipMedit. ZipMedit, për ata që e din, është laboratori më i madh në krejt botën. Asnjë produkt shëndetësor nuk mundet me dalë në treg pa certifiku prej këtij laboratori. Aparati janë është certifikuar prej këtyre vitaminave. Ku pika shkurta t'ju tregoj unë për çka janë. Vitamina e parë limoni. Ju e dini që limoni është për imunitet edhe për dezinfektim të ambientit në brendshëm. Qysh vendoset, aparati veç e vendos këtu, shpejtësinë e dytë. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Do me vonë? Kaq. Sa ndihet aroma direkte. Ardit? Po. Shumë. Mirë? U vrejt me njerë. Shumë. Të knash. E dyta është vitamina e pishës. Vitamina e pishës ju e dini sa është e rëndësishme për rrugët respiratore, do të thonë për pjesën e mushkrive. Aparaturës njëjtë është përdorimi, merr Alba. Po. Vendosë. Shpejtësinë e dytë, 2 herë ka 4 sekonda. E shtypim këtë. Pluse. Bravo. 2, 3 ju bë. Tani. 1, 2, 3, 4. 2. Super. O, sa e lezetshme! Më freskoj direkte nga mushkëri. E po këtë do e përdorim në mëngjes atë. 100% pish. Kjo është për mëngjes. O, sa e freskët. Më knaq, më zgjoj komplet nga gjumi, se isha akoma pak për gjumësh. E para, vitamina e tretë është vitamina e mollës. Vitamina e mollës është e mirë për largimin e gjitha aromave të pakëndshme në shtëpi. Te kuzhina, qepët. Kryesorja te era ushqimit është gjithmonë te pjesa e kuzhinës. Aroma e qepës, hudrave, peshkut, çka do qoftë, i largon aromat e pakëndshme. Mjafton aparaturën për 10-15 minuta në momentin që të përgatit ushqimin, me lëshu te pjesa e kuzhinës, edhe automatikisht i largon aromat e pakëndshme. Okej? Ardit? Na keni knaq për zotin. Mirë është. 1, 2, 3, 4. Edhe një herë. Ta ndim? 100% moll. Po, fix, 100% moll. Si me hynë depot mollave. Ardit? Sigur që të mam të pëm të mollave, bio, për jashta. So përzi pak edhe me pishën, fix. Edhe fundit është vitamina e eukaliptusit. Eukaliptus komplet është një bimë shumë e veçantë. Zakonisht kjo rritë vetëm xhungëll. E mira para sena është që 15 minuta para gjumit preferohet me patjetër me lëshu aparaturën dhëmë gjumit që aty keni të flajt. 3 herë qarkullon ajrin, edhe për 8 orë, 9 orë gjëmë sa i bën e keni ajrin inhalum të pjesa e dhomës. Komplet rrugët respiratore, pjesës frimarjes të liran. Momentin që jeni të bloku, komplet rrugët e frimarjes të liran. Do e përdorim çdo ditë këtë. Në mbrëmje, mëngjes, drejt. Aparaturën 15 minuta para gjumit, në dhomë gjumit. Okej? Një pyetje me rëndësi. Veç një sekundë, edhe një herë, shkurta. 1, 2, 3, 4. Super. Shkurta? Kjo era, mental. e di. Mental? Po, e di. Shumë. Ardit? Shumë e mirë. Për pjesën e skenozve është shumë e mirë. Unë e thash. Aparatura kryesore është për pastrimin dhe dezinfektimin e ambienteve të brendshme, është e certifikuar dhe licencuar prej doktorëve gjerman, prej inxhinierëve, kështu që me kërkesën e doktorëve dhe inxhinierëve, aparatura s'ja kanë bërë edhe gypin profesional për largimin e bakterieve të pjesa e shtëpisë, okej, të pjesa të pijave, divaneve edhe gjithave. Edhe për divanet. Po, gypi profesional i kësajna, unë e thash, është shumë i lehtë dhe shumë praktik, këta e vendosni diku kështu, e leni në ndonjë pjesë e dhomës, kjo rinë kështu vetë. Aparaturën e vendosni gjithmonë te
pjesa e shtëpisë, e lani gjithmonë të mbushën me ujë. Momentin që aparaturën, për shembull sot, thjesht nuk keni nevojë me pastru, po doni vetëm inhalimin e ajrit, ujin nuk keni nevojë me andru. Po në momentin që e përdoni për me pastru, është mirë me andru ujin, uj keni sa dosh, kështu që ja ndroni ujin edhe mbushni 2 deri në 2.5 litra deri te vija parë. Me dosh me pastrua, kështu bujni një lloj tisi. Pa problem, që unë me një herë ju tregoj, për çat pjesë edhe jam këtu që më ju tregu. Gypi kësajna unë Alba. Falë që Jo, pres. absolut. Po, doja pak pyesja për të aromat. Të aromat, a mund t'i përdorim të katërtat njëkohësisht me bë një mix? E mirë aparaturës e ka vesh një diçka. Aparatura nuk i përzi vitaminat. I ka separator. Separator është anglisht, shqip i vjen dars. Momenti që na kena vendos limonin, kena me dëgju vesh limon. Ja vendos pishën, limoni tash stopon. Nuk ka që ti ki nevojë me marrë me ndryanen me ujë ose si do të qoftë. Kjo vetëm vet i ndron vitaminat, Po një okay? shishe sa zgjat sa përdorim çosh? 30. 72 orë domethënë ka efektin e një vitamines, okay? Nëse nuk e ndron hiç si vitamin, 72 orë ka një efekt. Qëra, kompania është non-stop monitorimin e juj, na jena non-stop të ju vëzhgu. Momenti që kene qoftë hargjim të vitamina o si zë dhe qoftë, na automatikisht jena të. Vaj, Ritello. Ju vesh të delni para kamerës Ritello dhe na e dim. Ritello e dini ju, aromat. Për çkaq. Po, përveç vitaminave do më thonë, janë edhe deodorizer. Deodorizer janë këto deodorizera që ju vinë juve 100% për me bo dezinfektimin ambienteve ndryshme. Janë deodorizer 99.9% që i mbyt bakteriat, edhe këto e vendosni sidomos se pjesa ku qoni me pastru, okej? E mira aparatit është se këtu përpara e vendos gypin edhe e bën pastrimin profesional, mbrapa non-stop shtëpia dezinfektohet me vitaminën e fundit që ja keni vendosur jo. Qoftë deodorizeri, qoftë vitaminat, okej? Po. E kuptua tash? Tani, si përdoret kjo, ta kuptëm? E njëjta procedura E është. njëjta, po. 2 pika, ka 4 sekonda. Veç, ndaz aparatin, po plusin, super. 1, 2, 3, 4, e largon, edhe njëherë, 1, 2, 3, 4, e largon. Sa e lezetshme. Si mend ti Po, pra. 99.9% i mbyt bakteriat. Kjo tani kur përdoreshte? kur pastrojna. Kur pastrojnë edhe për dezinfektimin e ambientit, kur shtëpia Kena për aroma, këtu jenë